për një njeri që ka shku dhe ka bo haxhin, a lejohet me shku në darsma, ka për qëllim dasmat. Po varet, nëse dasma është halal, lejohet. Ai që ka shku në haxh, edhe ai që s'ka shku në haxh. E nëse dasma është me harame, nuk e lejohet atij që ka shku në haxh, po edhe atij që s'ka shku në haxh nuk i lejohet. Nuk ka lidhje vajtja në dasma me ka bo haxhin apo jo. Ndoshta këti i vjen çudi, thos si ka mos i ka bo haxhin dhe shkon dasma. Kjo është pyetja, besoj, dhe ka i fart drejte. Për këtë arsye sa herë që shkojnë umre me vëllezër dhe motra, apo sa herë që shkojnë haxh, ju them o vëllezër, ca porosi majini mend prej meje. Një nga porositë është gjithë secili prej jush mund të jetë një shembull pozitiv dhe inkurajues masi kthehet nga haxhi, ose një shembull negativ dhe dekurajues masi kthehet nga haxhi. Si sillet haxhiu mrapa. Se thot për shembull, ky orë që shkojnë gjithë e dim ne, po që të shkoj dhe i haxhi këtë s'po e përtypim dot. Dhe këtu ka i fart drejtë pyetsi. Sepse presupozohet që ai që shkon haxh përmirësohet, rregullohet, bëhet më i mirë, bëhet më i kujdesshëm. Nuk bëhet si puna atij që tha kisha nga haxhi, shkoj ke marketi i lagjes. Tha selamu aleikum, me kapuç në kokë, pra si ishte haxhi. Aleikum selam. I tha qit fletoren. Ej zot, thaj Zoni marketit. Ej zot, tha elhamdulillah, tha pas ka bo dobi haxhi, tha. Tha ma hap fletoren, tha ke faqja ime ke emrin. Po, e hap. Tha ma hiq emrin, shqyr, tha e filloj, ta. Ma fshi, tha, fshi. Ta ne tha shkruja haxhi, filoni. Si jam mo kështu, njëri normal. Haxhi filoni. Kështu që ka i fart drejt dhe ky që ka po pyetjen i shkreti, ose e shkreta, se ne kemi hallmon dhe bajmë sikletet e tjerë. Po si ka unësi, pa i ka qenë dhe në haxh, gjë e mirë këtë ndoshta është gjë e mirë, se nuk e lën njeriu me majt për vete, po të paktën e qit për jashtë.